Nuk është dash tash me lanë në hije mos më marr me këto, sepse nuk na ka ndalu kërkosh mos më marr me krimet e Serbisë që i ka bërë ndaj popullatës civile në Kosovë. Mirë është, po është vënë, jemi shumë vënë, është pak, kemi mujt shumë më shumë, por prap duhet më marr këtë shoqëria, po tham, është shumë më mirë më marr si shoqëri për këtë temë, ndihmu shtetit, mi bë presion shtetit, me investu më shumë në këtë fushë. Nuk bëhet, shqyqër ndodhe kjo fatkeqësi, domethënë në ky rast, ne duhet të proklamojmë këto, duhet t'i dhajmë jehojnë kësaj, me tregu edhe botës se kanë njerëz harrojnë, ndryshojnë gjeneratat, nuk do me thonë që këtë tash të kujtojnë ty si viktim. Përkundrazi kanë këshku 30 vjet mas lufte kanë ndryshuar gjenerat. Duhet të tregojmë edhe botës na kanë filluar me narracionin Serbia për luftën Kosovë. Edhe ne duhet ti sistematizojmë, ti organizojmë, ti bëjmë ndoshta si Bosnia, mi mbledh këto një herë në vit të bëjmë një ceremoni të madhe, çu bën në Srebrenicë, çdo kufom që zgjidh që gjedet i ruajnë për një vit e bojnë ceremoninë edhe bëhet jehon ndërkombëtare, çdo vit përkujtohet edhe indirekt kujtohet kush është fajtori, kush e ka bata. Ne duhet me bëjmë një gjatë të tillë. Muzeu po ashtu, kur gjys kushton. Unë kam qenë në Afrikë, në Ruanda, edhe kam shkuar në muze të gjenocidit, atje kur është një kand sa ky televizion është kandi për viktimat e luftës në Kosovë. As është marrë për ne në Ruanda, një shtet afrikan i nderon viktimat e luftës, se ne nuk i kemi. Atje kishim shkuar në vizitë zyrtare me një ana në muze të gjenocidit, atë kur e pash. Tani kur këto janë sene të vogla, ajo me pak sene bëhet. Por ka një shpjegim. Nuk mendoj si shoqëri kemi dështuar. Para mendoj Bosna, domethënë ka arrit me fitu edhe filmin Hollywood me temën e luftës. Në Bosnjë